Mirëmëngjes, fjala për ty. Mirëmëngjesi. Vlerësimi dhe numërimi i votës së diasporës është ndërprer pas orës 1 të mëngjesit të sotëm. Do duhet të kishte nisur në orën 8:30. Ndërprerja erdhi pas kërkesës së numëruesve për shkak të lodhjes së tyre. 8:30 ishte lajmëruar rinisja e procesit të vlerësimit dhe numërimit të votës së diasporës, por sikundër mund ta shihni nga pamja direkte, salla është pothuajse bosh. Në komisionerët dhe numëruesit nuk kanë mbritur akoma, procesi mbetet ende i bllokuar. Nëse mund të themi me shumë pak gjasa, ka që procesi të nisë paktën në rreth orës 9. Do na duhet të presim edhe më gjatë për të rinisur procesin e vlerësimit dhe numërimit të votës së diasporës. Ditën e djeshme procesi do të kishte nisur rreth orës 10:30, por nisi pak para orës 1 të drekës. Kësaj pritet që edhe sot kemi vonesa. Vlerësimi dhe numërimi i votës së diasporës, nëse mund ta quajmë, të përdorim një shprehje frazeologjike, po ecën me hapin e breshkës, pasi deri më tani nga 194.889 zarfa, pra me fletë votimi të mbritura nga diaspora, janë vlerësuar dhe numëruar 38.806 zarfa. Proces shumë i ngadalt. Diaspora votoi e para. Zarfet e tyre mbritën tu në Parkun Olimpik pra në orën 19 të ditës së zgjedhjeve datës 11, por vlerësimi dhe numërimi i votës së diasporës do të jetë e fundit nga gjithë ky proces i gjatë zgjedhor i 11 majit. Shohim ka mbetur ende shumë pra fletë votimi nga diaspora për të numëruar, pra nuk kemi mbritur ende, jemi shumë larg gjysmës fletëve të votimit për të vlerësuar dhe numëruar tek vota e diasporës. Deri më tani, sipas rezultateve të publikuara në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga ato 38.800 zarfa fletë votimit të numëruara, vetëm 10.951 fletë votimi kalojnë në koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ndërkohë që Partia Socialiste është në avantazh në epërsi të ndjeshme me 55.3% ose 21.305 vota. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka marrë 3.161 vota, Aleanca Kombëtare Shqiptare 227, Lëvizja Bashk 934 vota, Koalicioni Euroatlantik 248 vota, Partia Mundësia 1.176 vota, Partia Social-Demokrate 361 vota, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 100 vota. Këto janë rezultatet për sa i përket këtyre 38.806 fletëve të votimit të numëruara këtu në Parkun Olimpik. Përsërisë ende nuk kemi mbritur, jemi larg fakt gjysmës fletëve të votimit për të numëruar, dhe zorësh se të fundjavë do kemi një proces, përfundimin e procesit të numërimit të fletëve të votimit për diasporën. Jemi drejt mbylljes së numërimit të votave në KZAZ, pra për votën e hedhur nga zgjedhësi, nga sovrani ditën e zgjedhjeve brenda territorit të Shqipërisë, por me votën e diasporës do na duhet ende ditë për të vendosur vulën këtij procesi zgjedhor. Mirë, Gyst, falenderoj për këtë përditësim të fundit. Do të mbetemi në pritje të rinisjes së procesit të numërimit në Parkun Olimpik për të numëruar votën e diasporës, pavarësisht se trendi është i qartë dhe duket një epërsi e Partisë Socialiste krahasimisht me opozitën. Të falenderoj dhe të përshëndes. Faleminderit ju.